Të nderuar delegat të Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, të dashur aktivistë televizies sonë, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në mbledhjen e 17 të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Lëvizja Vetëvendosje gjithnjë ka qenë me qytetarët në takime e tubime publike me ta, pa u shkëputur asnjëherë nga populli. Ne kur nuk e harrojmë që politikisht nuk ekzistojmë për vetveten tonë, por për qytetarët që i përfaqësojmë e që ju shërbejmë. Prandaj, edhe jemi subjekti vetëm në Kosovë që ballë hapur ju flet e i dëgjon qytetarët, u jep llogari e përgjegjësi qytetarëve dhe kërkon mendimin e tyre për situatën aktuale në institucionet dhe shoqërinë tonë. Anën banë Kosovës me ftesë publike, në një vend publik, vinë qytetarët që nuk janë publik yni, por që marrin pjesë aktivisht në diskutime për qëndrimet e parimet për strategjitë e zhvillimit politike. Kur s'ka kuvend me demokraci, atëherë së paku duhet të ketë demokraci edhe pa pasur kuvend. Konteksti politik në Kosovë, që për mbledhjes së fundit të Këshillit të Përgjithshëm, ka pasur 3 elemente të rëndësishme. Ato janë: e para, ngjarjet mes shumicës parlamentare dhe qeverisë në ikje, si dhe ato për brenda shumicës parlamentare; 2, ngjarjet e korrupsionit në strukturat e larta të ULEX-it; dhe 3, ngjarjet rajonale që pasuan ndeshjen e futbollit Serbi-Shqipëri. Të nderuar pjesëmarrës të kësaj mbledhje, shumica parlamentare vazhdon të jetë e vendosur në kundërshtimin e çfarëdo bashkëpunimi me qeverinë. Lajme të ndryshme me të cilat bombardojnë mediat e regjimit kanë për qëllim që të përhapin konfuzion të qytetarët dhe të zbusin pozitën e pavolitshme të PDK-s dhe të SDG-s të sotme. Edhe thashë gjithashtu duket i vendosur për të mos e lëshuar qeverisë. Ai ka keq përdorur tashmë çdo institucion shtetëror të pavarur. Njëherë përdori kushtetuesen, pastaj kryesuesen dhe tani po përdor presidentin. Qeveria në ikje për herë ka luftuar Republikën Parlamentare në Kosovë. Ajo e luftoi Republikën përmes pazareve me Serbinë, privatizimit në ekonomi dhe korrupsionit në institucione, kurse tash e lufton kuvendin përmes Hasanit, Brovinës dhe Jahjaut. Këtë gjendje të bllokuar në përplasjen për konstituimin e parlamentit, duket se mund ta zgjidh vetëm një ndërhyrje jashtë logjikës parlamentare. Thotë që të intereson që kjo ndërhyrje të jetë prej ndërkombëtarëve, prej ambasadorëve, prej të huajve për kompromis. Ai nuk po thot më se i ka numrat, po kërkon qeveri gjithëpërfshirëse. Neve na intereson që ndërhyrjen parlamentare ta bëjnë qytetarët ose ta bëjmë ne si lëvizje vetëvendosje. Neve na intereson demokracia dhe na intereson sovraniteti. Mënyrat për të ndërhyrë qytetarët janë ato që dihet, protesta dhe demonstrata. Mënyrat për të ndërhyrë ne si lëvizje vetëvendosje janë duke bindur koalicionin LAN që të konstituojë kuvendet dhe institucionet pa marrë parasysh reagimin e PDK-s apo të gjykatës kushtetuese. Tash për tash krerët e tjerë të shumicës parlamentare nuk besojnë që duhet bërë një zgjidhje siç propozojmë ne. Nëse ata vazhdojnë të hezitojnë, ka gjasë që të fitojnë mbështetje e interesi i thashit, pra që situata të zgjidhet me ndërhyrje prej ndërkombëtarëve. Edhe për një situatë të tillë, vlen fjalia ime e fundit në seancën e fundit të kuvendit. Nëse qëndrojmë, fitojmë. Nuk e di nëse të tjerët do të qëndrojnë. Besoj se edhe të tjerët do të qëndrojnë dhe është për të vlerësuar fakti se kanë qëndruar tash e gati 5 muaj. Sa i përket çështjes së kryeparlamentarit, kryeministrit dhe presidentit me emra të përveçëm, ajo është një çështje marrëveshje së koalicionit LAN të bërë me 10 qershore ku nuk ka marrë pjesë lëvizja vetëvendosje. Pavarësisht që gjykata kushtetuese realisht e ka fshojë 1/3 e asaj marrëveshje, jam shumë optimist që koalicioni LAN nuk do të lëkundet nga ky shkak. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje ka me koalicionin LAN marrëveshjen e 10 shtatorit për kursin e ri të shtetit që paraqet marrëveshje më thelbësore e më përmbajtësore. Të dashur aktivistë të vetëvendosjes, ditët e fundit ju e keni lexuar në gazetat dëshminë e një prokurorie të ULEX-it. Denoncimet e saj na tregojnë edhe një herë atë që ne kemi ditur për herë. Drejtësia nuk mund të importohet, demokracia nuk mund të importohet. Ato duhet të ndërtohen nga vetë shoqëria, pasi vetë shoqëria mund ta ndërtojë shtetin. Për lirinë e Kosovës, së pari gjakun e kanë ndërtuar shqiptarët për dekada me radhë, e pastaj e morëm edhe ndihmën e ndërkombëtarëve. Edhe luftën kundër korrupsionit vendor, sikurse edhe zhvillimin ekonomik, së pari duhet ta bëjmë ne shqiptarët, pastaj të kërkojmë ndihmë nga tuaj.
Janë përpjekur ta bindin popullin tonë se korrupsionin mund ta luftojnë vetëm të huajt, pasi ata na pas kanë vlera dhe etik më të lartë se ne. Por edhe të huajt që erdhën këtu për të na sjellë drejtësi janë korruptuar. Sepse ata nuk e lidh me këtë vend atë dashuri. Ne që e duam këtë vend, ne do ta sjellim shtetin, drejtësinë, demokracinë, zhvillimin e mirëqenien për këtë vend. Sepse kështu ka bërë çdo vend i botës dhe nuk mund të bëhet ndryshe. Me këtë qeveri dhe me këtë EULEX, shteti i Kosovës po digjet pa eksplodim. Për djegjen kujdeset qeveria, kurse për mungesën e eksplodimit EULEX-i. Veçse tash vetë EULEX-i po digjet e kjo qeveri po shkon. Të nderuar delegat televizijës, në mesin e muajit që lëm pas, në Beograd u shfaq edhe një herë ideologjia dhe struktura që sundon Serbi. Ajo e rasizmit, fashizmit dhe shovenizmit kundër shqiptarëve. Por për ta njohur këtë ideologji nuk duhet loja e futbollit. Ne këtë e dinim prej historisë e po ashtu edhe prej luftës së fundit. Serbia vazhdon të refuzojë të kthejë pagjeturit, të dënojë kriminalët, të kërkojë falje, të dëmë shpërblet. Në anën tjetër është hipokrizi kur ata që kanë bërë çmos që të harrohet padrejtësia gjenocidale e luftës, tash bëhen patriot për një ndeshje futbolli. Në këtë rast është domosdoshme të pohojmë karakterin emancipues të nacionalizmit tonë shëndetare. Ne nuk i urrejmë serbët, ne nuk jemi kundër asnjërit komba etnik. Ne jemi për çlirimin tonë, për drejtësinë ndaj nesh dhe për barazimet e tjera. Kërkesa jonë has në qëndrimin kundërshtues dhe shkatërrues të Serbisë. Por Serbia ka gjetur shpesh aleat të disa politikanë shqiptar të korruptuar dhe të disa biznesmen tregtar që udhëhiqen vetëm nga paraja. Politikanët tregtarë si Hashim Thaçi dhe tregtarët politikanë si Ramiz Kelmendi i kanë normalizuar personalisht marrëdhëniet me Dashiqa e Mishkovića, por kurse si Kosova dhe populli shqiptar me ta. Pas ngjarjes në Beograd, lindi edhe një ndjenjë e përbashkët komunitare, e cila ishte shumë e dobishme. Shqiptarët në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri, në Lugin, Preshevë ose në Malzi reaguan si një këmbë dhe kjo është një gjë e mirë. Njëkohësisht, shumë njerëz të medias e kuptuan ç'është nacionalizmi serb. Shumë njerëz nëpër media filluan të përsërisin mesazhin tonë të këhershëm të fushatës nga viti 2006. Bojkotoni produktet e Serbisë, sepse Serbia na e ka pushtuar ekonominë, po na lë të varfër, po i merr fitimet nga ne për të prodhuar agresion. Por ky mesazh nuk bën të jetë veç fjalë. Populli është i varfër, ai në shitore shpesh gjen vetëm produkte të Serbisë. Ne nuk mund ta vëmë asnjë grim faje tek të varfrit tonë. Fajin e kanë ata tregtarë që importojnë apo kontrabandojnë me Serbinë. Fajin e kanë ata pushtetarë që financohen prej atyre tregtarëve e që sot janë pushtet. Që të shpëtojmë prej agresionit ekonomik dhe shtetëror të Serbisë, ne duhet të ndërtojmë ekonominë tonë, prodhimin tonë, klasën tonë punëtore. E kjo mund të bëhet vetëm një qeverisje të drejtë, një qeverisje me vetëvendosje. Faleminderit.